Prokuroria e posaçme ka zyrtarizuar akuzat ndaj administratorit të korporatës elektroenergjitike shqiptare Eral Telezi, duke e marrë atë të pandehur në kuadër të hetimeve për një skem korrupsioni që lidhet me tender të financuar nga Bashkimi Evropian. Në të njëjtën dosje është përfshirë dhe Getian Gjyla, aktualisht drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar. Të dyshohet se gjatë kohës kur ishin pjesë e komisioneve të vlerësimit të ofertave, kanë abuzuar me tender në vlerë të konsiderueshme të dhënat në kohën kur kesh drejtohej nga Erviz Berberi. Provat ndaj tyre janë siguruar nga materialet e sekuestruara në telefonin e Berberit, i cili ndodhet në Burg prej marsit të vitit 2024, pasi u arrestua me urdhër të SPAK me akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Në dosjen hetimore përfshihen dhe fondet për eficiencën e energjisë elektrike, të cilat janë subvencionuar nga Bashkimi Evropian, thuhet në deklaratën zyrtare të SPAK-ut. Ndërkohë janë në zhvillim hetimor pasuror për 25 të dyshuar, 22 individ dhe 3 subjekte private të lidhur me të njëjtën skem. Skandali përfshin 6 tendera të dyshuar si abuziv me një vlerë totale që i kalon 22 milion euro, ku Berberi rezulton të ketë qenë në rolin drejtues në të gjitha rastet, si në fushën e eficiencës së energjisë, ashtu edhe me ARSH-n. Pritet që hetimet të thedhohen edhe më tej dhe të prek zyrtar të tjerë të nivelit të lartë.